Live from Tirana. Live from Tirana. Zemra e një gruaje, një këngë e vitit 1992 nga vet Aleksandër Gjoka dhe ne siç ju premtuam, atë ne sot e kemi të ftuar në 30 studio. vite pas kësaj këngë e kemi këtu në studio dhe bëjmë një rrugtim si çdo të mërkur në të mërkurën artistike. Flasim për këngët që kanë shënjuar karrierën e një artisti, por këtë herë është një artist me vërtet special sepse të gjitha, absolutisht të gjitha këngët e tij nuk ka shqiptar që nuk i këndon një zëri. Ja, tekstin të gjitha përmendësh mirë se erdhe pra nesh ke shënjuar fëmijërin ton dhe ke lidhur një surprezash së bashku. Është vërtet kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Normalisht unë do të emisioni besoj se bëhet vetëm për këngët e mia. Patjetër, pa diskutim. Është një orë dedikuar vetëm për ty. Është privilegj. Unë do të mundohem modestisht të mund të shpjegoj domosdoshmë. Dhe kjo këngë që dëgjuam tani, përveç se ne të gjithë jam e bindur që na sjell shumë kujtime edhe dëgjuesve, kush e di sa puthje të para janë dhënë me këtë këngë, kush e di sa martesa janë bërë me këtë këngë. Po si mund ta lësh buzën të vyshket? Si? Po femra është them që është gjysma e botës. Kështu që normal që duhet të respektuar. Dhe për ty çfarë emocionesh kthen kjo këngë? Faktikisht teksti është i miku tim dhe kolegu tim Adhurin Demir që sot ndodhet në Austri. Ai në bazë të vargjive të atij të kam shkruar këtë këngë. Dhe kjo u prit mjaft mirë sepse ishin fillimet e vitit 92 siç e thatë dhe ju. Kemi marrë pjesë në festival pranvere bashkë me Dashnor Dikon, Adhurin Demir dhe unë Ishte dalja e katë parat që ishin pjesë në një event të tillë dhe u prit jashtëzakonisht u bë hit brenda një muaji. Dhe në fakt vetë teksti është një poezi, duhet pyesim Adhurimin sepse ai e ka shkruar. Unë faktikisht bazohem, unë dikur kam shkruar tekste, por i lash sepse do impenjim të madh. Faktikisht shumë nga këngët e sotme që shoh këto rrymat ndryshme, nuk i vjen shumë rëndësi tekstit. Për mua teksti është mund të jetë 70% e këngës. Vetë kur e pe për herë të parë tekstin ato vite, çfarë mendove? Kjo është kënga ime dhe duhet patjetër ta këndoj? Jo ta këndoj, kryesisht të kryoj muzikën. Domthon sepse nuk duhet zhgënjej teksti. Se duke qenë një tekst terribël, shumë i mirë, domthon, shumë i ndier, normalisht edhe muzika Ishin kohërat kur muzika ndërtohej mbi tekst, sepse tani nuk bëhet shumë kjo gjë. Shive, ka një gjë, faktikisht bashkëpunohet, domethënë poeti me muzikantin, domethënë shumicën e rasteve kështu procedohet, funksionon domethënë. Por këtu, domethënë para ne themun që ka varfëri tekstesh, domethënë nuk po flas për rrymat hip hop e këto tjerë, sepse ata janë rryma të ndryshme, ata janë proteste, më kupton, por edhe në këngë, në festivalin kombëtar ose në këto festivalet e tjera, për shembull si festivali i Arditit, ka vetë një zbeje tekstit, Në fakt ka dhe një zbeje të stileve muzikore, të zhanreve muzikore, pasi muzika komerciale, muzika pop, po i shndron të gjitha muzikalitetin në vetëm këtë stil dhe janë humbur disa stile të tjera si rocku për shembull që vetë ju e identifikoni. Rocku që thuhet dhe mos e rock, domethënë është shumë i vështirë të bësh rock. Pa diskutim. Ashtu. Dhe pjesa atë që thatë ju që është zbeur, por po dalin gjithë këngëtarë, nuk e marr vesh se kush punon këtu. Domethënë kam thënë dikur në një intervistë në një gazetë, kam thënë para shumë vitesh. Ne jemi 3 milion shqiptar, 3 milion këngëtar. Kush punon këtu? Nuk kuptoj. Kjo është të gjithë këngëtarë. Të gjithë çojnë mëngjes, shojnë ëndra të bukura, çojnë mëngjes, me pak autotune dhe jemi në rregull. Ato i ke kështu. Por, një tjetër këngë që vjen vetëm një vit më vonë dhe që ne e këndojmë gjithashtu një zëri është Twist Again. Edhe kënga fituese e festivalit Pranverës me kompozim të Luan Zhegut dhe tekst Alçi Boshnjakut, i cili ndjes pas. Por një këngë shumë ritmike, shumë ndryshe nga Twist Again. Shumë më kujton ndonjë moment të veçantë nga kjo këngë.
Nga kjo pjesëmarrje, Pjesa ka qenë e bukur. pra do ketë një histori. Un kam pas jo histori dashurie kështu. Jo, historia kështu pra paskena. Po pse jo, edhe nëse do ishte dashuria. Kjo është çik më e veçantë. Margalian Kapedani, kompozitor, sot ky është në Itali. Më kishte sugjeruar një këngë edhe mi po e zvarriste. Mi po vite momenti që do futesh në këngë, domethënë. Këngë tjetër, jo Twist Again. Jo, një këngë tjetër. Po Margi thashun, ç'a bën mori, thashun se do marr pjesë apo s'do marr pjesë. Vallai Sanders, se më ka propozuar, i thashun Luan Zheku, se më thot Luan Zheku se kam një këngë, do ta jap ty. Thashun po unë kam dhënë llafin atij. Ram bëm muhabet me Margelianin, e tha u dorëzova, nuk e bëj dot. Shko. Pa problem. E mora këngën e doli. I futa datë frymën time, kuptohet. Twisti faktikisht është si rrymësh e vjetër në thonjza atë. Unë i futa çik ato manierat ato, elementet tuaja identifikuese. Frymën po. Se aso kohë po ne tani përcaktojmë me pop këtë muzikën që e dëgjojmë kudo, pak Balkan folk, pak një përzierje të gjithave. Por aso kohë popi identifikohej me rockun, sepse ka qenë muzika më popullore në momentin, apo jo? Një gjë, rocku përmbledh gjithë një pjesë të rrymës, gjithë rrymat e tjera janë derivat të rockut. Nuk diskutohet. Gjithë përmbledh kur thot koncert rock, aty ka dhe pop, ka dhe blues, rock and roll, ka dhe hard rock. Çfarë këshille do jepje të gjithë të rinjve që provojnë këtë rrymë muzikore, rockun? Është ndër rrymat më energjike dhe potenciale. Thonë që roku ka vdekur, çfarë mendimi ke për ata? Po skepsen tani ne jemi ka internet tani të shifen. Unë shoh Bon Jovin e pash në 2019 në Wembley, pavarësisht se kishte ul këngët tonalitet, sepse normal edhe mosha sepse ai ka kënu gjithmonë lart. Domthon hard rock kryesisht. Edhe stadiumi Wembley rrafshët. Ku ka atje nuk pas rrogu ka vdek këtu. Jo ndej, sepse këtu synojnë gjithë që i bëjnë të gjitha. Bëjnë dhe folkun, bëjnë dhe tallavan, bëjnë dhe klasiken, s'du të përmend emra. Bëjnë dhe muzikë lehtë, tani ça e ti? Faktikisht unë Redi Toni, Renisi, disa këngë Bushpepa kështu, janë këngëtar profili. Duhet të jesh profil më të ke brazën tënde. S'mund t'i bëjmë gjitha, jo, po unë i bëj gjitha. I mungon një profil. Po të mendosh këngët komerciale nuk mbahen më gjatë. Janë vetëm 1 muaj. Janë mall konsumi. Shkon në atje në supermarket me banane, dhe iku, kaq. Po një këngë tjetër që nuk vdes kur është Ditë Dimri. Ditë Dimri është super hit. Unë them ta dëgjojmë të plot atë edhe rikthehemi pas pak për ta komentuar. Dhe faktikisht është një këngë kjo që ne nuk kemi informacion për vitin që ka dalë, ti e mban? Shive, që se mbaj mend, po janë krijimet e mia. Dhe një kuriozitet që ta din dëgjuesit e Top Albanias, këtë ecën në shi, Ditë Dimri, se me një grue, disa këngë tjera janë bërë në 86, 1986. Janë krijuar përpara dhe janë kënduar më vonë. Kam ja 30 kaseta që kanë pasin çuxhu me kitarët e me la 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 me kështu. Dashurisht të shkuar është bërë në 88-ën. Wow. Këto janë janë këngë që janë krijuar në kohën kur as nuk perceptoheshin. Materiali bruto, po ka qenë shpirti më i ri, normalisht energjia më. Po pas kur u kompozua si një këngë mirë orkestruan, masi erë demokracia. Mirë, e dëgjojmë edhe përsëri e komentojmë pas pak. Në Gjoka, ndërkohë kjo është një këngë që dëgjohet edhe në verë. Po dëgjohet vetëm në Ditë Dimri. Një këngë fantastike që çdo brez i tekstin përmendësh, por ne do të kalojmë tani në një tjetër këngë. Do të ndalemi në bashkëpunimin e shumë përfolur me Alma Bektashi. Që jeni ritakuar pasaj vite më vonë. Një këngë vitit 1994. Po, çmimi i dytë. Si erdhi ky bashkëpunim, si u bë kjo këngë, domethënë e gjetët këngën gati, ishte këngë jote? Jo, kjo s'është këngë, kjo është prapë Margelian Kapedani. Ai ka tendencë, domethënë, ka qenë shumë, është njëri shumë i talentuar, muzikant shumë i talentuar dhe fatkeqësisht mungon në Shqipëri se ka jeton në Itali dhe ushtron muzikën atje. Ai ka preferencë të rrymës jazz shumë. Nuk kam çfarë. Ai na e propozoi.
gjithmonë me që dhe Alma atëre e pëlqente çikë bluesin dhe jazzin. Jo se nuk e pëlqen tani, por edhe duke parë dy zëra domthon, sepse dhe Alma ka një zë Ka ta grind, metalik. Është interesant domthon se edhe u bër ai pufët. po normal, në sugjerimin e Margelianës ai është muzikant. Më thënë ju nuk njiheshi deri atëherë. Jo, me Almën njiheshim edhe me në Margelianin, por nuk është e thënë Jo, unë po, kjo është. Dhe bëm provë. Duam domosdoshmë në Shkote. Tekstin përsëri Alçi domosdoshmë sepse unë edhe çmimet që kam marrë gjithë kanë qenë tekstet e Alçi Boshianit, kanë qenë fantastike ai. Ndërkohë, besoj ju ruani marrëdhëniet me Alma Bektashin. Keni rastisur Keni bashkë menduar ndonjëherë në bashkëpunim tjetër? Jo, të bësh jo, ajo ka Keni qenë bashkë, jo. keni qenë Jo, një po vit jemi më taku, kam qenë në Prishtinë edhe ku ka ardhur këtu, po si pushime e kam shumë shoqë. Mirë, se ndodh ndonjëherë që e mund të shkëputesh, ë? Se Ndodh ndoshta te ky brezi sot. Te brezi jon s'ka qenë kështu. mbani njëri tjetrin. Mirë, shkojmë tani tek një tjetër këngë, Ania Plak, një këngë pjesëmarrëse në festivalin e vitit 1995. Edhe kjo ka qenë një këngë, për mua nga këngët më të veçanta. Do më atëherë nuk u kuptua shumë si këngë, bile ka qenë vetë miku im Adhila, unë ka thënë Sandro, sikur nuk qellohet me këtë këngë, nuk është këngë, me kjo është këngë e Tantusës dhe jeton në Itali, ai pianist. Pse kishte këtë mendim? Dhe, po sepse janë disa këngë që nuk kapen që në fillim. Janë tepër herët ndoshta. Ashtu. Duhet shumë dëgjime për Edhe të mas 2 dëgjuar muajsh veshin ka dhe qenë për të Adhila që më erdhi një lokal, ju erdhi Sander tha më të kërkoj 1 milion euro falje. Pse më çfarë të kërkosh falje? Çfarë ke bërë? Mamën që të kam thënë që Ania ka. Unë sa herë një gjë të kam aq më tepër pëlqen. Super profesionale. E në fakt historia tregoi që kjo këngë rezistoi kohës. është jo i rezistoi, po bëhet si vera, më e si mirë. vera, më e mirë ashtu Dhe është. këngët që rezistojnë kohës janë ato më të vlefshme dhe më të mirat. Ndërkohë, shkojmë në një tjetër këngë, E dua dashurinë, 1999, dita kur linda dhe unë. E qënë se. Jo, dy dashurit, këtu. dy dashurit nuk ka marrë pjesë në asnjë festival, një kompeticion kështu. Po si promovon? Është ka qenë, po se u bë albumin në 92-shin, bëm albumin e grupit X, sepse unë kam pas grup muzikor. Edhe gjithë orkestrimet janë bërë ke Shpim Saraçi dhe Mian Shtrik. Edhe kjo u bë super hit. Është një këngë shumë e kakme, shumë e thjeshtë. Ku ka më bukur se ti këndosh dashurisë? Po që për normal, sepse 95% të teksteve muzikës botërore gjithë dashurisë. Si është ti këndosh dashurisë në këto vite dhe si ishte ti këndoje dashurisë në ato vite? Jo. Ka ndryshuar ndonjë gjë? Nëse nuk mund të krahasohet me atë moshë që kam qenë unë me tani, por ka raste të mënë që edhe janë shmëndur në pleshni sidomos ta Mendezit vonuar janë shumë të rrezikshme. Mirë, ne do të ndjekim publicitet dhe do rikthehemi përsëri për të ndjekur repertorin e Aleksandër Gjokës, një repertor që Vi ajo kënga pas pak që ne e dim të gjithë, kështu që qëndroni. Një këngë që për të gjithë flasim, një këngë që na kthen shumë pas në vitin 2003, pjesë e këngës magjike. Aleksandër, çfarë të kujton këtë këngë? Kjo është ka qenë një këngë shumë interesante kur ma ka sugjeruar Piro, sepse Piro Çago dihet që Piro Çago e ka kompozuar. Ky ka pasur një vit para se ta merresha, unë e ka pas në albumin e vet. Dhe ka kënduar Piro. Edhe më ka ardhur, ka sugjeruar bashkë me Tima Flow, në atëherë kemi pas lokalin Muskëtierët me çunat. 3 muskultierët. Dhe ma sugjeruar, dëgjova. Në morë një kështu në këto disk. E dëgjova, i thashun do më leni 3 ditë kohë që ta normal, po tekst. Jo tekstin e ka bërë Tima Flow. Por për interpretim, po ishte gati edhe mora, po jam dakord. Edhe mora pjesë të kënga magjike. Unë që në 96-ën, 97-ën nuk kam marrë pjesë në festival. Kam qenë në për panele, do më kam qenë jurije. Edhe
Dhe në fakt është kënga e përzgjedhur për urimin e vitit të ri për këtë vit që pritëm e Top Media. Si u ndjeve për këtë? Po, normal të më është kënaqësia valla kur vlerësohesh domethënë, aq më tepër kur ndjen edhe frytin e punës dhe djersë që ke derdhur për ta interpretuar atë këngë. Se faktikisht gjithmonë duhet këngëtari duhet të ketë përgjegjësi. Unë vetë jam kantautor, por unë gjithmonë nuk e kam problem të marrë dhe një këngë të një kompozitori të ri, domethënë 22-23 vjeç mjafton vetëm kënga të jetë në karakterin tim. Domethënë jo çdo gjë. I këshilloj edhe këta të rit edhe të rejat. Jo çdo gjë që serviret duhet ashtu. Ke refuzuar këngë nga kompozitorë shumë të njohur, ndoshta që kanë qenë aso kohë edhe ty nuk të kanë gjitur kënga edhe ke vendosur që të mos e këndosh. Jo, unë faktikisht fillimet e mia, unë kur kam dalë në skenë, kam marrë çmimën e parë në 92 te Pesha e Fatit, një kompozimi Osman Mulës dhe tekst Algji Boshnjakut, me fitu çmimën e parë unë me njërin Albani dhe Viktor Tahiraj. Unë kisha këngë të mia, më thoshin shokët, më thoshin Sandra, ti ke shumë këngë bukura, pse s'del? Nuk njeh njëri. Duhet patjetër që kapësh te një kompozitori, jo? A vazhdon kjo traditë edhe tani në festival që duhet kapësh me kompozitor? Duhet kapësh me kompozitor të njohur, është privilegj për një këngëtar të ri, por duhet edhe të ketë nuanca. Ai kompozitor ndoshta është shumë i madh si emër, por atë vit nuk ka bërë gjë. Nuk ka patur frymëzim. Nuk ka patur frymëzim. Kjo është. Jo çdo këngë që duhet bëj unë duhet jetë patjetër. Pra ne duhet matesh. Me të prisje që Kuturuja do bëj super hiti që se unë e kapa direkt me dëgjim të parë si muzikë, si tekst. Normal që nuk e kam problem. Por u ktheve në këngën magjike edhe 5 vite më vonë, më pas me Dashurisë së shkuar. Tani ti na zbulove pak më parë që kjo është një këngë e shkruar herët, rreth vitit 1988, dhe që ti e risolle dhe unë them që ta dëgjojmë një pjesë të kësaj kënge dhe kthehemi për ta komentuar. Sa emocione që po marrim në këto momente, por edhe ju Aleksandër keni marrë shumë emocione kur e keni kënduar këtë këngë, edhe kur keni parë të gjithë njerëzit që me driftën e çakmakut, me flakën e çakmakut. Jo, përveç asaj, po ta them për tekstin domethënë. Nuk besoj se nuk ka njeri domethënë që nuk ka pas një këngët e tua të gjitha. Jo këngët, jo, por nuk e ka provuar. Unë e kam provuar këtë sikur. Është shumë e bukur. Sytë e tu domethënë kur pavarësisht se ata ishin ndarë, kur thoa prapë kujtonte me nostalgji. Bën atë të dashurën që ka pas. Dhe mendoj që çdo njeri duhet të Do të ecim dhe disa vite tashmë dhe do të ndalemi në vitin 2012 me bashkëpunimin me Renis Gjoka, I njëjtë do të mbetet. Një bashkëpunim që e prisim të gjithë prej kohësh, se kur u njohëm fillimisht me Renisin si pjesë e grupit Burn, ishte çfarë prisnim që të vinte nga një familje si kjo që jeti, familje artistësh, edhe të dy zërat tuaj bashkë shumë të ngjashëm, por edhe në karakteret e tyre mjaft të veçanta, duhet thënë. Te kjo këngë erdhën më së miri, më fol pak për krijimin e kësaj këngë edhe pse vendosët që edhe kjo këngë është këngë arkive. Edhe kjo këngë jo. Unë kam rreth 70 këngë pa nxjerrë, domethënë që I kam sirtar. Janë akoma aty. Po. Do të dalin në një ditë. Do jenë pjesë e albumit. Do jenë edhe pjesë e albumit 3. Sepse ju me Tre Musketierët, me Redon dhe Eltonin, po punoni për një album të ri, por do të ndalemi pak më vonë. Me Renisi ka qenë iniciatori. Më tha, Gjaja më tha mu, dalim, që unë... Jemi në fis, a dalim? Jo, kam dëshirë, më tha mu, sepse duke para atë indiferencën time, të bënë që të për këto, sepse unë I kam arrit gjitha, 3 brezët I kam kap, dhe mënë që pëlqen edhe fëmijët. Dhe pati një periudhë pauze dhe më pas ndodhi normal, edhe kur bëj, o do bëj një diçka të mirë, jo të bëj siç bëjnë këta domon që bëjnë çdo javë bëjnë nga një këngë. Edhe më e bukur kur e nxjerrin këngën, pa e nxjerrë do shifin një super hit, po prit mo tani gjoj publiku si super hit. Pastaj të vlerësohet. Ky është edhe Renisi ka qenë iniciatori. Teksti Big Basta. Big Basta. Muzikën pastaj një alternativ rock, domethënë interesante. Ta sjellsim diçka.
Ndalemi tani në vitin 2016 me këngën Jeta ime, në bashkëpunim me me Vlezër Vlezër Korçar. Kjo është akoma më interesante se dy zhanre që teorikisht Kjo nuk ka përputhen. qenë historia e kësaj këngë, historia domethënë. Unë ja u sugjerova këtyre. Kam një këngë thashun. Kam qejf t'ja udhuroj juve ta knoni. Po futëm në studio te miku jon dhe Gendes Taraj. E tregova me tasier aty, me kitar. Interesante, shumë e bukur. Jo, kam dhuru kështu. Jo, ne nuk pas nova dhe ti. U detyrova pastaj A që kishin kusht? jo, ishte problemi sepse kur krijohet kënga, unë e krijoj për veten time. Edhe ajo këngë ishte bërë ta Për kënga ju. solo. Tani ishin edhe dy këngëtarë tjerë. Patjetër duhet një bridge. Një urlitse. Po, ulisa. Edhe Ndodhi. u ula punova një javë derisa e zgjerova si këngë. Normal jemi tre. Teksti Pandilaço apo jo? Por e Bandi gjen është fantastike. e gjen jetën tënde? Po, faktikisht, ja ku thot pak para se ne jemi më të varfrit. Këngëtarët. Këngëtar, kantautorët Në fakt është krejt e kundërta. Janë më të pasurin në shpirt. Ashtu po, ashtu po. Aty po. Edhe bukë shpirt nuk ka. Por le të ndalemi tani tek albumi që po sillni ju me tre musketierët, sepse është një album që pritet prej fansave, po ashtu siç ishte bashkëpunimi me Renisën edhe duke u parë bashkë për koncerte. Është çik më e vështirë. Po një album është një sipërmarrje e madhe. Çfarë Jo, premton edhe ky është album? e di pse është e vështirë. Se ne jemi të njohur, kuptohet. Bredi ka melankoli, po prap futemi te rroku. Kupto. Mirë po, problemi qëndron që është shumë më e vështirë për me u zhvillu këngët. Atë që thash me jeta ime, me Vlezër Korçar, jemi tre, do kënojmë, do bën 4 krijimet e mia, 4 krijimet të Redit dhe 4 krijimet të Tonit, 12 këngë të albumit, por të kënduar nga të tre. Edhe e bën çik më të vështirë dhe duhet ka impenjim shumë të madh që kur dali mos themi do më asi se bëm kështu. Kështu që do. Po Do keni punoni nga dal. Po. Kur e keni vendosur për të publikuar? Ka një datë? Tani datë nuk ka, se unë s'mund të them tani ne nuk i bëjmë këngët me kompjuter. Ne kemi do bëhen do incizojnë, do shkojnë në Larisa në do të hapet. Inshallah hapet kjo domethënë kemi bashkëpunuar me kur ishim koncert në Athinë dhe në Selanik që ishim tre musketierë, dham koncert me orkestrën e radiovizionit shtetëror grek. Dhe aty u lidhëm me inxhinierin e audios. Ai ka një studio në Larisa dhe do ta incizojmë atje me vegla gjalla, gjithë komplet me bateri me është sipërmarrje shumë e modern. Kështu që do të qisim një album modern. Por nuk është se kemi ende një kohë. Jo, kur nuk mendoni mund, që nuk mund, sepse na ndodhi edhe kjo Pandemia. pandemi. Kjo na ka dhënë mundësi domosdoshmë që nuk kemi aktivitet tjetër dhe Jeni po punojmë fokusuar. po fokusuar te albumi. Do Toni po merr me ta orkestrimin. përroni me një Po patjetër me do një bëj. koncert. Po jo, do promovohet i Aha. në një lokal të madh, pastaj fillojnë këngët të thithen, pastaj patjetër një Presim koncert. ftesën ndërkohë. Po Patjetër, si harroni patjetër. klipe besoj do të kemi për klipe shoqëruese për këto këngë. Besoj 2-3 klipe Single, të thjeshta siç bëjnë grupet e rockut, jo në ato me 200.000 plane kështu taki pozicion kështu si bëjnë këto. Ka ndonjë artist të ri që të ka tërhequr veshin edhe që ndoshta do të pëlqente të bëjë një bashkëpunim ose ta dëgjoje thjesht. Se di Po e nga këta të Si The jam Voice-it. si The Voice-it, këto Artistët e rinj për shkak që keni Ju keni nxjerrë nga rritur Voice. shumë problemi breza. është ka, shive, dëgjoj, problemi ka shumë zëra të bukur. Po është problemi kush do punojnë për këta. Do të do kohë. Do Do bësh investim. këngë, patjetër, se ta janë thjesht interpretues. Ai mund të ketë zë të bukur, po mund të morë një këngë të bukur. Unë nuk kam kohë që të merrem, se unë kam këto objektivet e bia, si unë, si Toni, si Redi. Po çfarë këshille do t'ju jepje të gjithë të rinjve? Po çka këshilla më që Mos të shkojnë drejt komercialitetit për shembull. atë e kanë dorë vetë sepse të josh leku aty. A kupto?
Edhe disa këngëtar, thash dhe s'du të përmend emra, e filluan shumë bukur. Pastaj ku shoh bashkëpunim me filan këngëtar të njohur popullor, do mbjetojnë. Ç'a them unë? Nuk e di, këshill. Po ti them që një gjë, punë e fundit ai ka dëshirë dalje edhe në skenë. Unë kam drejt morali të them unë e ligjo, mos ç'a duhet ty me tallavanë. Po më Sandër thotë që do fitojnë ai lekun. Kështu që këtu është dhe fatkeqësia domethënë që ne kemi treg shumë vogël. Po të ishim në Shqipëria, po të ishe 60-70 milion banor, po ku kapish. Do kishte vend. Edhe këngëtari mesëm tisha domethënë, kapish do të më dorë se do kishe qytete 2 milionëshe, 3 milionëshe. Në çdo qytet do kishe 20.000 ose 30.000 fansë. Ja pra, kjo është tregu. Çfarë tregu ke këtu me 3 milion? Çfarë 3 milion, 3 milion, 2 milion? Megjithatë me kaq pak ju gjithmonë e mbushni sallat edhe kjo flet shumë. Falenderojmë shumë që ishe me ne. Ishte shumë kënaqësi dhe pa diskutime vlerësojmë të gjithë muzikën tënde ndër vite. Faleminderit. Është ajo që na bën që të gëzohemi në të gjitha eventet që ne marrim pjesë, sepse patjetër do të kep një këngë të Aleksandrit. Patjetër. Janë këngët që u tregojmë gjithmonë të huajve kur duam të krenojmë. Ja duroni edhe pak edhe album. Do kemi edhe një album të ri me zi, po e presim. Do të vjojmë tani me muzikë të mirë dhe qëndroni me ne se kemi pastaj live from the cinema. Live from Tirana.